Latif Salimuçaj. Latif Salimuçaj lindi me 18 shkurt 1952 në Lubisht të Hasit. Në një familje të thjeshtë, por me virtyte të forta punë, dashurie dhe nderi. Hapat e parë të dijes i mori në fshatin e lindjes dhe me pas në Zym, dërsa shkollën e mesme e kreu në Skënderaj, ku prindrit e tij mbanin një furrë buke. Në ato vite krijoi miqësi të thella, ndër të cilat edhe me Hamës Jasharin, figurën e pavdekshme të historisë sonë kombëtare. Dashuria për gjuhën dhe librin e qaj të studionte gjuhë dhe letërsi shqipe në shkollën e lartë pedagogjike Gjevdet Doda në Prizren. Pas diplomimit, me 1 shtator të vitit 1973, Latif Muçaj nisi punën si arsimtar i gjuhës shqipe në shkollën fillore Bajram Curi të Romajës, duke dhënë mësim në paralelin e ndarë në Lubisht. Shumë shpejt, dashuria e tij për mësimdhënien, kujdesi për nxënësit dhe korrektësia profesionale u bën pjesë e identitetit të tij. Karriera e tij arsimore kulmoi me detyrën e drejtorit të shkollës fillore Pjetër Budi në Lubisht nga viti 2000 deri në vitin 2008, ku me vizionin e tij për edukimin dhe për kujdesjen institucionale krijoi një klimë bashkëpunimi e respekti, duke e kthyer shkollën në qendër të dijes dhe aktiviteteve kulturore. Por Latifi nuk u mjaftua me muret e klasës. Ai e jetoi kulturën si mision shpirtëror dhe atëtar, me pasion e vendosmëri, vuri në skenë dhjetra drama e pjesë teatrale, duke i dhënë zë historisë, traditës dhe dhimbjes së popullit e vet. Kujtohen me respekt inskenimet shtatëshaljanët të Ndreklucës dhe veçanërisht Ilkeni i Hasit të Edi Shukriut, një homazh për figurën e ndritur të Shtjefen Xheqovit. E vënë në skenë në vitin 1993, kjo dramë u prit me jehon në Prizren, Gjakov, Hase Prishtinë, duke sfiduar guximshëm rrethanat e kohës dhe duke ngjallur krenari kombëtare. Pas gati gjysmë shekulli pune e përkushtimi, Latif Muçaj doli në pension me 18 shkurt 2017, duke lënë pas një gjurmë të pashlyeshme në arsim dhe kulturë. Rruga që ai hapi mbetet e ndriçuar me dritën e dijes, të sakrificës dhe dashurisë për vendin. Sot, kur libri për mësuesit Hasjan po bëhet gati për botim, ndjej dhimbjen e pengun që Latifi nuk arriti të mbajë në dorë. Ai e priste me gëzim këtë dëshmi për brezat. Një libër ku edhe vetë është pjesë e panteonit të nderit të arsimit Hasjan. Mësuesi që e ktheu arsimin dhe kulturën në mision. Ikja e mësuesit Latif Salimuçaj me 8 shtator 2025, vetëm pak ditë para botimit të librit Hasi, 4 shekuj shkollë dhe arsim shqip, është një humbje e dhimbshme për familjen, komunitetin arsimor dhe të gjithë ata që e njohen. Latifi ishte një nga ata njerëzit të rrallë, të cilët arsimin e panë si mision, kulturën si forcë të vetdijes kombëtare dhe jetën si shërbes për të tjerët. Ikja e tij na thret të reflektojmë për vlerën e mësuesve që nuk jetojnë vetëm për vete, por për brezat që vijnë. Latif Salimuçaj
do të kujtohet gjithmonë si mësues që la gjurmë, si nismëtar i pandalur në fushën e artit dhe të kulturës, si frymëzues i brezave për rrugën e dijes dhe të vetdijes kombëtare. Emri dhe vepra e tij do të mbeten pjesë e kujtesës sonë kolektive. Një fener drite për Hasin dhe gjithë Kosovën. Të nderuar familjar, kolegë, nxënës, miq e dashamirë të arsimit dhe të kulturës. Sot jemi mbledhur në këtë shkollë, shtëpinë e dytë të mësuesit Latif Muçaj, këtu ku ai kaloi më shumë se 4 dekada të jetës e punës, për ta kujtuar me dashuri me madh dhe respekt të thellë. Në këtë klasë, në kësaj shkolle, ku ai ligjëroi për herë të parë në korridore ku i hon ende zëri i tij qetë i butë, në këtë skenë ku ngjitën dhjetra drama, pjesë teatrale në nëndhecin e tij, Latifi mbetet ende mes nesh. Ai ishte mësuesi që i përkiste brezit e atyre që mësimdhënien e kishin u thadhë më lartë mision, por jo vetëm profesion. Një njeri që nuk kërkon të dritë mbi vete, por atë mundohej ta shpërndante tek të tjerë. Në çdo orë mësimi, mësuesi Latif përçonte dije, por edhe dashuri për gjuhën shqipe e për vendin. Në çdo fjalë kishte urtësi, në çdo veprim kishte ndershmëri, në çdo nxënës shihte një jetë që duhej të drejtuar. Por Latif Muçaj nuk ishte thash vetëm mësues. Ai ishte edhe një frymë gjallë e kulturës sonë, e treve sonë. Në vitet 80-90 të shekullit kaluar, kur Kosova ishte në ndrysninë e rëndë të pushtetit serb, ai e ktheu skenën e vogël të shkollës në një hapësirë lirie. Me nxënësit të rinj të fshatit, mësues Latifi vuri në skenë drama pjesë teatrale që flisnin për shpirtin shqiptar, që flisnin për qëndresën, që flisnin për dritën e dijes kombëtare. Latifi ishte mësues, por edhe skenarist, ishte regjisor dhe artist i shpirtit, i pam edhe këto fotografitë që kishin të shumë, i cili përmes artit sfidonte heshtjen dhe frikën. Latif Muçaj e dinte se një popull që ka arsim e kulturë nuk shuhet kurrë. Dhe me këtë besim jetoi, punoi dhe frymëzoi brezat të tërë, gjeneratat të tërë nxënësish që kaluan përmes dorës së tij. Mësuesi që e kujtojmë drejtorin, udhëheqësin e arsimit. Unë nëse guxoj me bëni këtë rrugtim që e bëm të varri i tij dhe të lapidari i dëshmorëve. Dëshmorët nuk vdesin, ata janë gjallë. Pra ata në ndalohet me thonë kanë vdekur. Po ata që se kanë fatin të jenë dëshmorë, kanë mundësi me shku me faqet bardhë në kësaj botë. Kanë mundësi me qenë njerëz të mirë, njerëz të urtë. Kanë mundësi me ofru njerëz, jo me i përqarë. Dhe kanë mundësi me javlon atë pasuni që i thash familjes së ndershme, të mësuesit, që me qenë krenar që e kanë pasë. E nderuara familja Muçaj, të nderuar klerik fetar, të nderuar bashkëpunëtor të mësuesit Latif, koleg, të nderuar aktivist të Hasit, pra sot në këtë ditë përkujtimore, kujtojmë figurën e mësuesit, pishtarit të arsimit, aktivistit jo vetëm të lobishtë të Hasit, por edhe me gjërë. Latif Muçaj dha një kontribut të çmuar në mbajtjen e arsimit shqip, në rritjen dhe zhvillimin e brezave në edukim, por kur flasim për periudhën e kohës para luftës dhe luftës, kontributi i mësuesit Latif ishte i pashoq, nga që në kohën e agresorit kur arsimi shqip gjindej në një situatë jashtëzakonisht të rëndë, mësuesi Latif Muçaj e mbajti gjallë shkollën shqipe dhe ishte i pathyeshëm. Veprat për mësuesin Latif do të jenë të pashlyeshme
me punën dhe përkushtimin që ka bërë jo vetëm për lobizën, por edhe për Hasin. Me Latifin kem shoshur bombën e shkollës fillore në Zë. Dhe dini çka? Sa herë ku marrë në shkollë, e kom gjetë para stufës, që i thëmë nga para kaftorit, të tërë qaratë, ndimën, qi, dëborë, gurit hapë për pjetë. Latifit, këto sekvencat jetës, sti, do të rëbesin në kujtim deri në fundin, në primin e fundit të jetës time. Përshëndetje për gjithë, radhë parë për familje, jeni krenar që patët një baba, një vëlla dhe ka qenë më tepër se sa prind për ju. Gjithashtu një përshëndetje për të gjithë të pranishmit. Të flasësh për Latifin ndoshta është duhet shumë kohë e gjatë për të prezentuar këto para jush gjithë veprimtarinë e tij të bujshme që ka bërë ai në Lubizh dhe në përgjithësinë e Has. Latifi ishte emblem dhe mburri e Lubizhdës. Ai ishte pika e takimit dhe piknisja e shumë veprimtarive, jo vetëm në fshatin e tij, por edhe në të gjithë krahinën e Hasit. Ishte njeriu i veprimeve, iniciativave dhe i aksioneve konkrete. Lealat ishte një njeri që jetë e kishte mësuar, kalitur dhe bërë simbol të përkushtimit dhe përgjegjësisë qytetare. Latifi ishte shok shkolle me Hamz Jasharin, dhe si i tillë, lidhjet e tij me Drënicën dhe me vonë me ushtrinë çlirimtare të Kosovës nuk ishin të rastësishme. Ai ishte qelsi i bashkëpunimit midis Hasit dhe Drënicës, një urë lidhëse mes dy krahinave që e ndan të njëjtin ideal, lirinë e atë dheut. Për shumë nga ne Latifi ishte njeriu më i respektuar që kemi njohur në Has. Ai nuk kërkoi kur lavdi për vete, por lavdinë e gjente në punën e ndershme dhe në suksesin e të tjerëve. Por shumë nga ne, Latifin e kemi njohur vetëm si mësues, por ai nuk ishte vetëm mësues. Ai ishte veprimtar në të gjitha aspektet. Unë personalisht takimin e parë me te e mbaj mend si fëmijë në vitin 1977, kur erdhi për të shfaqë dramën në Gjonaj. Me që ne kishim në atë kohë shtëpinë afër shtëpisë së kulturës, kishte harruar disa vegla për ta përgatitur skenën e 7 shaljanëve dhe unë qëllova aty edhe i mora ato vegla shkojnë e bëjqen dhe ky ishte kontakti i parë dhe mu duk sikur një vigan, sepse për herë të parë po shihja një shfaqje në Gjonaj, në fshatin e lindjes. Më pas, me Latifin kemi bashkëpunuar edhe gjatë viteve sa kam qenë kryetari i Shoqërisë Kulturore Artistike Malësore për janë 12 vjet, 1985 deri në vitin 1998, dhe kemi bashkëpunuar sa herë që kanë ardhur grupi prej Lubizhdës për të shfaqur programe në Gjonaj. Në vitin 1990, gjatë aksionit të madh të gjagjeve, Latifi u dallua si ndërmjetësues i palodhshëm, i urtë, i respektuar nga të gjithë. Ai i përkrahej të gjithë, i përkrahej edhe studentët e Hasit. Është për t'u habitur se si dinte ai njeri të respektonte të rinjet, të jetë aq i gatshëm në shërbim të të gjithëve. Me pas, Latifi si aktivist i palodhshëm morri pjesë në këshillin e emancipimit të femrës hasiane. Ai tregoi mendësi të hapur dhe respekt për rolin e gruas në shoqëri. Latifi si njeri
përparimtar na shoqëroi neve studentët pothuajse në çdo familje, në çdo vend ku kishim nevojë, fillimisht për t'i marrë të dhanat, për t'i mbledhë të dhanat, por Latifi asnjëherë nuk u ndal duke qenë pjesë e Këshillit Pajtimit dhe duke qenë me neve pothuajse çdo ditë deri në 2 maj, kur në Gjonaj u mbajt manifestimi për faljen e gjaqeve. Latifi në iniciativën e intelektualëve hasian mori pjesë për të themeluar një trup për organizime kulturore, siç është botimi i gazetës, aktivitetet të ndryshme kulturore dhe përgatitjen e dramave. Në kuadër të këtyre aktiviteteve ishte gjithmonë i pranishëm në organizimin e garave me nxënësit e shkollave të Hasit, duke nxitur garën e ndershme, dijen dhe kulturën e punës të breza të rinj. Ishte një ndër veprimtarët që e nxitën që këshilli jonë pastaj të rritët dhe nga ky këshill, nga kjo iniciativë, ku edhe këtu në mesin tonë kemi disa prej tyre, pastaj edhe u themelua shtëpia botuese Pjetër Bogdani, doli pastaj Gazeta Etja, ku Lata ishte njëri ndër bashkëpunëtorët dhe njëri ndër punëtorët më të pyetshëm të kësaj reviste. Gjatë luftës së UÇK-s, Latifi ishte ndër të parët që dha kontribut të paqëmueshëm për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Latif Muçaj dha kontribut të madh në strehimin e shumë familjeve dhe në funksionimin e kanaleve të furnizimit, jo vetëm për popullatën civile, por edhe për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Nuk besoj që ka ndodhur ndonjë aksion e fshat e që nuk ka pasur një uri, apo nuk ka kontribuar Latif Muçaj. Pra, thjesht Lealat ishte busull e luftarëve të UÇK-s dhe dera e tij ishte vendi ku bëheshin takimet dhe sistemoheshin ushtarët nga të gjithë Kosova që kalonin me armatim. Latifi ishte shok shkolle me Amës Jasharit dhe kjo indikoi që pastaj në vitet e 90-ta, në vitet e luftës, të lidhet edhe më tepër Drenica me Hasin, sepse i lidhi edhe ideali këto dy krahina që e sollën edhe lirinë. Nëse luftarët nisën nga Drenica, Hasi ishte portë e lirisë dhe një nga ata që hapi këtë portë ishte kontributi i Latifit me shok dhe me bashkëpunëtar klubishtës. Mirdita xhamati nderuar, xhallar gjithë shka jeni këtu, familje ngushtë, Zoti u lash në gjithëve, lidhja jonë familjare ka qenë Pebasit Ahmet, Hamzës edhe deri në sot edhe inshallah jemi të gjithë bashku, gjithë Zoti u lash nash, ato Zoti inshallah ka marrë mëshirën e vet, në rahmetin e vet, e të gjallëve gajretin, e faleminderit për pritje për gjithë. Një veprimtari tjetër që nuk mund të mos e përmendë është edhe koha gjatë luftës. Latifi ishte ndër të parët që kontribonte në pranimin e barnave, në pranimin e takimeve, në pranimin e ushtarëve që vinin nga Shqipëria dhe që vinin nga Drenica, nga fshatra tjera dhe ishte inkuadruar në fshat. Disa herë gjatë kësaj kohe, qofte edhe si shtabi një mishi që ishim në atë kohë, kemi komunikuar dhe ka qenë njëri ndër veprimtarët më të zgjuar të klubishtës. Pas luftës, ai dha kontribut të jashtëzakonshëm në nxjerrjen e kufomave dhe për rivarrimin e viktimave, duke u përkujdesur që secili të gjente prehje të denjë. Ato ditë ishte i vetmi person me të cilin mund të bisedohej dhe të merrej ndonjë mendim apo ide se si të veprohej. Të gjithë sytë ishin drejtuar nga ai. Pra, ishte merit dhe kontribut i tij në nxjerrja viktimave, të deli ujë në shpellë, pastaj përgatitja kufomave për homazhe,
varrimi dhe gjithçka tjetër. Të nderuara familje të dëshmorëve e të rënëve, të nderuar të pranishëm. Sot, në vend të nëntarit të luleve, përkujtojmë dëshmorët e të rënët që flenë në botën e mëshueshme. Jemi të buar sot për të përkujtuar ditën më të zezë dhe historisë e fshatit tonë, për të përkujtuar 5 dëshmorët e 52 të rënët e këtij fshati që ranë për lirinë e Kosovës. Të nderuar mysafir, ju erdhët këtu për të na shuar dhembjet, për të dhënë zemër nënave, grave e fëmijëve jetima që humbën me të dashurit e tyre. Ju erdhët me uratën për të na shprehë trimërinë, guximin e besnikërinë e djemve tanë, që gjaku i tyre u fut thellë në altarin e lirisë. Ne sot jemi edhe më të fortë, sepse këtu në mesin ton gjenden edhe komandantët e lartë e pror, që në luftën e tyre i bën botës me dije, se edhe një popull i vogël dim të organizohemi të luftojmë të mbrojmë vatanin, e këta janë bitë e Shqipës. Dita më e vështirë për ne ishte 30 marsit, 99, kur pikërisht në orën 10:10 u bë granatimi i parë, ora 14:20 granatimi i dytë, kështu që deshëm e s'deshëm, u detyruam t'i bashkangjitim karvanit të madh të njerëzve të refugjatëve e ja mësym drejt ishullit të madh, drejt të limanit të madh Kuksit. Duke i lënë prapa vetës fëmijë, gra, pleq, të cilët nuk kishin mujt me u bashkangjit karavanit dhe kërkonin shpëtim këtyre maleve dhe këtyre skutave të pashtrikut. Mëngjesin e parë në Kukës e morin lajmin e parë më tragjik për rënien heroike të Nuhi Haxhi Lezajt në kosharën legjendare të Dugaxhinit heroik. Nuhiu ju përgjigj zërit atë dheut, duke lënë furrën pa u përshëndetur me mëmën në motrat e vëllezërit nga Tetova, ku punonte si furtar, kur tentoi për herë të parë kaloj kufinin, ra në duart e policisë maqedonase. Mirë po pas lirimit, ai ju bashkangjit bijve të Shqipjes dhe pikërisht më 29 mars të vitit 99, ra në kosharën legjendare. Prilli thua se s'kishte të ndarur, nga vdekjet. Ato filluan që nga 6 prilli, kur u vra luftëtari Besim Parallangaj, duke i lënë 5 fëmijë jetima pa asnjë krah pune. Më 10 prill, me tentim për të kaluar kufijin vritet Arben Hasan Gigollaj, 15 vjeçar, ndërsa më 12 prill vritet dëshmori si nën Ilaz Gigollaj, me 17 civil, 3 prej të cilëve ishin nga lagja e Sheut, të cilët kishin ardhur për të kërkuar strehim. Tragjedia dhe më e madhe ndodhi më 26 e 29 prill, ku të gjithë nga kushedra fashiste serbe u masakruan 30 vetën nga lugishta, në mesin e të cilëve që edhe arsimtari më i vjetër i shkollës son, Qerim Gigollaj, që la një shprastjerë të madhe në mesin tonë. Po këtë ditë ra edhe dëshmori Gjem Dervish Gigollaj, shtëpia e të cilit u bë qerdhe e ushtrisë shërimtare të Kosovës e eprove të lartë. Po këtë ditë u rrëzuan edhe 5 lisat e mëdhenje të teqës e Dervish Saliu të madh, dhe këtë e diti mirë okupatori se kush ishte ai dhe çfarë veprimtaria bëri ai në kohën e lidhjes së Prizrenit. Të nderuar pjesëmarrës, liria e Kosovës, që unë them është e pjesshme, sepse pa lirimin e qytetit të minatorëve nuk kemi liri. Kjo që e kemi sot në kushtoj shtrejt, mirë po liri me çmim më të ulët nuk ka. Kosova u mbush varre, por këto varre pasurojnë historinë tonë më njëre nën, e në anën tjetër do na bashkojë si një trup vetëm me kujtyrë e do të ecim drejt fitoreve të reja deri te pavarësia e plotë e Kosovës. Apelojmë te subjekti politik i Kosovës që të bashkohet
dhe të del nga ky udhëheqës i rrezikshëm në të cilin gjendemi. Për këtë kemi mundësi, sepse tash për herë të parë në Kosovë kemi trupat mbrojtëse të Kosovës, kemi njerëz të aftë e të zotët që din të udhëheqin atë. Gjithashtu kemi një rëni të shëndosh, kemi potencial kuadrës, kemi akademinë shkencore, e në fund fati historik e solli edhe për herë të parë në historinë e Kosovës akademinë ushtarake. Do ta bindim, kemi forë që ta bindim botën se edhe një popull i vogël e një popull i robruar do të kemi vend në familjen e madhe të kontinentit të vjetër të Evropës. Ju falenderoj të gjithëve, ju falenderit. Leja Lat realizoi shumë takime me gra e vajzat të mbjetuara peng, me organizatat ndërkombëtare e shumë aktivitete tjera të kësaj natyre. Për 3 vitet e para, Latif Muçaj ishte përgjegjës dhe organizator në përvjetore të 12 prillit dhe angazhohej për mirëmbajtjen e varrezave të dëshmorëve dhe të martirëve, duke i kthyer ato në vend nderimi e kujtese. Ishte ndër njerëzit me të palodhshëm për rregullimin e varreve dhe lapidarit të Lubishtës. Në bisedë sipër me Latifin pa treguar në atë kohë dhe falë kontributit të tij, tregimeve të tij, unë kam shkruar një vepër piknik në Pashtrek, ku nxënësit i ka ushtruar se si të mos tregojnë se kamionat e mbushur me armatim që mbushin në Lubisht, të mos thonin se janë të mbushur me armë, po të thonte nëse i pyet policia se kanë pru lakna apo perime tjera tregtar për të shitur në Lubisht. Nisur nga ky tregim që Latifi ju ka thënë nxënësve dhe i ka ushtruar nxënësit, unë kam shkruar këtë libër Piknik në Pashtrek. Një kapitull shumë i rëndësishëm i jetës së Latif Muçajt ishte angazhimi për ndërtimin e shkollës së re të Lubishtës, ku ai me përkushtim të rrallë bashkëpunonte me të gjithë për të quar arsimin përpara. Mbi të gjitha, Latifi ishte zëdhënës i fshatit për çdo çështje, sa herë që duhej komunikuar me mediat, me institucionet, me organizatat apo me njerëzit e kulturës dhe studimeve, Latifi ishte aty. Ishte zëri i mençurisë, i maturisë dhe i besimit të përbashkët. Të ne lugishtasit, pas 3 vjetë dhembje, lote, pekllimi, psheretime, gjame, vaj, sot është një ditë e re, sot shënojmë një ditë gëzimi, sot shënojmë një ditë fitore, për arsye se po ndërtohet një shkollë e re, po ndërtohet pra një tempull i ri. Edhe një herë po them falenderoj më të madhe qeverinë e policisë, UNICEF-in, CRS-in, edhe organizatës ndërtimore Hidroterm, në krye me president gjëqësisht me drejtorin Derim Kuqin, i dëshoj punë të mbarë, punë të suksesshme, e punë të lehtë. Falenderoj të gjithëve, dhe në emrin të Këshillit Organizativ propozoj që ngurë themelin të vëj Arben Shala, profesuesi i CRS-it, Bujan Hasani, kryetar drejtori drejtorat për ndërtim dhe zhvillim, dhe Shes Alihu. Atë urime të gjithëve trashëguar. Jarab. Ti major. Tash edhe ti. Ramiz? Po. Ramiz, rop në dhe nera.
Me lejeni edhe një falënderim veçantë ish drejtorit të shkollës Isas Munkaj, i cili ka ecë edhe është pothuajse pjesa më e madhe e punës së rezultatit të tij. Përfaqësuesit e kforit sanitar për shkollën gjësik si drejtor, për sot kishin para fat më japin një mirënjohje dhe i falenderoj shumë për këtë punë që kanë. Vetëm faleminderit. Herr Direktor, herzlichen Dank für die Einladung. Ju shpreh mirësi për zemërta për mirënjohjen që do më dhoni juve. Unsere erste Kompanie vom Sanitätsregiment unterstützt ja den Kinderhof drüben. Prej kompanisë së sanitetit të cilëve jam duke bërë një ndihmë edhe për fëmijët e fshatit tuaj. Und als Erinnerung und als Dank, dass wir heute teilnehmen durften, diese Urkunde mit dem Wappen, was unser Verband als Einsatz war. Është një mirënjohje me simbolin e KFOR-it, më thënë sanitetit syve, këtë ka vënë kompjuter dhe ju dëshiron një punë të mbarë gjatë punës suaj. Për mua kjo është një inspirime i veçantë. Dhe do të jetë një shtytje që edhe në tarë mund të punoj edhe më shumë. Për punën e kësaj shkolle. Ju falenderoj juve. Ja. Personelin e kforit e përgjithësi. Allej. Që falenderoj. Danke. Ju falenderoj shumë. Ky ceremonial përfundon me kaq. I lusë të gjithë mysafirët. Janë të nderuar tona, kemi përgatit një koktel në rasti, në një dhomë private, prandaj dikush prej nesh me siguri duhet me ecë përpara, edhe gjithë mysafirët edhe fshatit që kanë ftesa të veçanta duhet jenë pjesëmarrës një orë të ndajmë aty. Ju falenderoj gjithë pjesëmarrësit. Po ta fatin që në rrugtimin tim të jetës të jem nxënës i mësuesit latin. Unë rrita me gjuhën dhe frymëzimin e tij. Po ta fatin ta kem edhe kolegë, edhe drejtor. Po ta fatin të jem edhe drejtori i tij. Ndoshta jo një fat i mirë që në fund të jetës së tij ta përcjell për botën anxhushme. Të jesh kombëtar nuk do të thosh të jesh vetëm luftëtar. Po të jesh edhe një autor siç ishte Latif Muçaj, një poet, një njeri i cili ditë të shkruante, të bënte vepra, dhe këto vepra të mos i mbante vetëm në fshatin e lindjes të tij, por edhe më gjerë në Has, në Prizren, në Prishtinë. Ai ishte njeri i dijes dhe i penës. Qoftë e lavdishme jeta e tij dhe veprimtaria e tij. Të tillë njerëz si Latif Muçaj nuk ndahen kur nga jeta, sepse jeta e tyre është vetë përkushtimi ndaj të tjerëve. Ai do të mbetet për herë në kujtesën tonë si njeri që e deshi arsimin, atë dheun, njerëzit dhe punën. Kujtimi për të do të mbetit i gjallë për çdo brez, si shembulli i mësuesit që edukoj me zemër, i aktivistit që veproj me bindje dhe i patriotit që punoj me shpirt. Si e kujtoni të ndjerin mësuesin Latif? A mund të na i përshkruani kujtimet me të? Unë si profesor i zymit, ajo shkoma kryesor për mu, për herë të parë me ditarët në dorë, unë punu në Lupis në vitet 60-89. Këtë tubim për kujtimor e përshëndes, i falenderoj dhe familjen e ngushtë të tina, edhe njerë ju shpreh ngushëllime. Kemi pas vazhdimisht kontakte me Latifin. Nuk është i gjeneratës sime, mirë po ku pas kohë, ku marrën e ku vizituar kur ka qenë si drejtor shkolle, ka qenë nxënës në Zym atje, është nder me qenë mësimdhënës, me punu si mësimdhënës edhe me eduku gjeneratët e reja.
Edhe për ne kolegët, këngazhymi është një humbje e madhe. Mirë po, vdekjes kërkush sun i ikë, thuhet çdo njeri që lind edhe vdes, është një humbje e madhe edhe për shkollë, edhe për fshat. Njeri shumë i butë, shumë punëtor, i gjithanshëm. Po, unë di një ditë, po s'është me si cëllë ditë, e po ta morë 4 nxënësat gjimnazit edhe erdha me vizitu të shkollën. Edhe në pranojnë në drejtori, edhe në rëndë parë, fjallë më të bukur që tha për ne, si zymë, si vend i kulturës, edhe për mu si mësimdhënës, ajo ka qenë një në qujtë është të levdim që se harroj kurrë. Ama vërtet, herën e fundit jemi taku, besa 2 herë jemi taku, edhe kemi bisedu që me e botu një libër për veteranët e arsimit prej vitit 1945 deri sot. Mirë po, nuk pati jetë gjatë. Mësuesin Latif e njoh që nga viti 1975-76 ku isha nxënës i shkollës së mesme, ku ai nuk di për çka kishte ardhur në shkollën e lartë pedagogjike, mbas ai kishte një provim apo dy pa kry dhe nga atëherë unë e njoh. Pastaj dhe që në takimin e parë më kalon Breza që ka qenë një personalitet me një kulturë që reflektonte rezatonte dije dhe ishte inspirues për ne që ishim atëri saj. Pastaj në vitin 1977 unë kam pas rastin të punësohem në shkollën fillore Bajram Curri në Ramaj dhe 2 muaj të parë kam punuar këtu në Lubisht dhe kam qenë një nga bashkëpunëtorët e tij pra në këtë shkollë dhe në Ramaj. Një kohë kam pas zavendëtar shkolle, kurse në vitin e vazhdim mandej kemi kaluar edhe si miq në kuptimin privat sepse një vajzë u martu për një kuptimin. Mbi të gjitha Latifin, përveç se si mësues siç u tha në ekspoze që u bë aty brenda në sallë, ai ka lëvizur mjaft kulturë në bisedat e tij me kolegët, me drejtorët, ka qenë i butë, ka qenë vërtet një arsimtar në kuptimin e plotë të fjalës. Ai nuk ka ditë kur ta ngritë zërin mbi atë që është normale, ka qenë i sjellshëm, i dashur, i respektueshëm. Ajo që Latifi do të ngoj haset është sepse, siç u tha edhe nga ata folët në dokumentar, është se ka qenë, si të themi, në dramatologji, reflektues në dije, në drama, në çfarë në drama, si të keni hasit, shtash aljanës dhe të tjerë, ku në atë kohë, kur ishte një errësirë, plot informative, ai rezulton të drejtë detyri. Kështu që Latif Muçaj është një nga disa yjet të cilët i ka dhënë Lubishta. Më lejon të them në këtë rast se për Latifit në vitet 70-ta e 80-ta ishte 5-6 shokë të tij siç ishte Arab Kajdom që qërëm Gigollaj, Nike Gigollaj, Raman Seferi, Sokol Gjibigjill, të cilët ishin mësuesit të kvalifikuar të fshatit që atë kohë kishin me numër të kërcyer. Kështu që ai do të mbetet një emër i lavdishëm, jo vetëm i fshatit për i hasit, lavdi qoftë veprës së tij. Faleminderit. Si e kujtoni mësuesin Latif, a mund të na i përshkruani kujtimet me të? Unë mësuesin Latif Muçaj e njoh qysh fëmijë, edhe pse në klasën e parë, 2, 3 dhe 4 ne nuk ishim gjuhë dhe letërsi shqipe, por unë njoh nga klasat dhe korridorët e shkollës, kur ai ishte një nga nismëtarët e parë që krijonte teatra, krijonte aktivitete të lira në shkollën tonë. Unë kam pas fatin të jem pjesë e dramës Agu, i shkruar nga Dim Mehmeti, por kam pas një rol të rëndësishëm këtë dramë dhe është për herë të parë kur unë jam gjitë në skenë falë asaj që e kisha regjisor mësuesin Latif. Mësuesi Latif ka qenë model për ne nxënësit. Vishe i bukur, fliste një gjuhë shumë të rrjedhshme shqipe, edhe pse jetonte në fshat, nuk binte në nivelin e të folmës të vendit, por folte gjuhën letrare. Ne e merrnim si model. Ne nga mësuesi Latif mësonim edhe kur je në pozitë me respektu dhe me dasht edhe ato që nuk don ose të kundërshton. Ka qenë një model shumë i mirë. Dhe ç'a mund të kujtoj më shumë, ishte frymëzimi i tij që unë kam shkruar vjershën poezinë e parë për fshatin tim. Dhe atë poezi gjithmonë e kam ditë përmend që nuk shkruhet kërkon, e kam pas të ekspozuar ku kanë qenë nxënës në shkollë këtu. Unë kam kryer shkollën e mesme, magjistraturë, doktoraturë, kam qenë 10 vite rektor në Universitetit Mitrovicës, por gjithmonë modelin mësuesin e parë, mësuesin Latif e kum kujtu dhe kum pas bisedë gjithmonë me intelektual të ndryshëm, të nivelet ndryshme. Dhe kom dhënë rëndësi shumë mësuesit parë dhe kom thonë mësuesi parë
paraqitja e parë, bisedimet e para me mësuesin e parë janë rrugë ose udhë rrëfim për gjeneratat e ardhshme. Unë jam shumë falenderues që e kom pas arsimtar, pastaj bashkëpunëtor dhe më kujtohet një rast kur kam ardhur dhe kom vizituar shkollën, i kom prunë një dhuratë të Universitetit Mitrovicës dhe një libër të jetës akademike në Mitrovicë. Sa herë që e kam pa, ma ka përmend. Tham ke bërë shumë derë që më ki vlerësu me një dhuratë që ma ki sjell si mësues i parë i tij që e kom pas të gjuhës dhe letërsisë shqipe këtu. Pra, mund të flasim shumë për mësuesin Latif, ka folë më shumë vepra ati, por ne në fshat kur kemi ardhur me një nga jashtë Lubishdës, kemi pas shumë për krenari me taku me mësuesin Latif, sepse arsimtari Latif dinte çka me folë për Lubishdën, për arsimin has, për arsimin Lubishdë dhe me shpjegu shumë më mirë kohën para luftës, gjatë luftës dhe periudhën e zhvillimit të fshatit pas luftës. Pra ishte njeri përfaqësues më i mirë i fshatit që ka pas Lubishda ndonjëherë. Latif Salimuçaj do të kujtohet gjithmonë si mësues që la gjurmë, si nismëtar i pandalur në fushën e artit dhe të kulturës, si frymëzues i brezave për rrugën e dijes dhe të vetdijes kombëtare. Emri dhe vepra e tij do të mbeten pjesë e kujtesës sonë kolektive. Një fener drite për Hasin dhe gjithë Kosovën. Të nderuar të praneshëm, e nderuar i Sheh Kadria, i nderuar Hoq Fetah Begolli dhe të gjithë ju arsimdashës, shok e kolegë të gjyshit. Sot ndër këto mure që kanë parë breza nxënësish, që kanë dëgjuar zërat e dijes dhe ëndrat e rinisë. Ne jemi mbledhur sot për të nderuar një njeri të jashtëzakonshëm, babën dhe gjyshin tonë të dashur, Latif Muçaj. Zemrat tona sot janë të mbushura me mollë e me dhimbje, por edhe me krenari të thellë. Nuk është vetëm mungesa e tij. Nuk është vetëm mungesa e tij që ndjej, por është madhështia e jetës që ai pati, kontributi që ai la dhe dashuria që nuk do të shuhet kurrë. Gjyshi nuk ka qenë thjesht një mësues. Ai ka qenë një shtyllë e fortë e arsimit në Has, një njeri i shkolluar, i ditur e i përkushtuar. Ai kontriboi për çdo nxënës, për çdo familje, për çdo vend që të mund të përmirësojë përmes dijes. Si arsimtar dhe drejtor, ai formsoi breza të tërë. Krijoi një mjedis ku çdo nxënës mund të ëndërrojë dhe të arrijë më të mirën. Por puna e tij nuk ndaloi vetëm në klasë. Ai ka qenë kontribues i jashtëzakonshëm për lirinë e vendit, duke dhënë gjithçka për komunitetin dhe kombin. Një burr i fortë, i drejtë dhe i pa kompromis. Por mbi të gjitha, gjyshi ishte zemra e familjes sonë. Për ne, ai ishte shtyllë e fortë, mbështetje e pakursyer, një burim i pafund dashurie dhe udhëheqje. Ai donte që ne të edukueshim, të rriteshim me dije dhe me vlera. Çdo hap që bëjmë sot në jetë, çdo sukses që arrijmë, është një mënyrë për ta nderuar emrin e tij. Sot, ndër këtë shkollë ku ai la gjurmët e tij të pashlyeshme, ne ndjejmë krenari dhe mollë të përzier. Të gjithë ne si familje i përkasim trashëgimisë së tij. Çdo arritje e jonja është një testament i jetës së tij, dashurisë dhe përkushtimit të tij ndaj nesh. Gjyshi Latif Muçaj, një intelektual, një patriot, një veprimtar e një njeri me zemër të madhe. Ti jeton në çdo hap tonin, në çdo fjalë dhe çdo veprim të frymëzuar nga dashuria dhe urtësia jote. Për sa të jemi gjallë, ne do të mbetemi krenar që patëm fatin të jemi me ty, të jetojmë me ty, të mësojmë nga ti dhe të trashëgojmë gjithçka që na dhurove. Ti jeton në zemrat tona, në këtë shkollë dhe në çdo gjë që bëjmë. Dhe për ne, çdo ditë e jetës është një mënyrë për të nderuar përjetësisht. Andaj, shfrytëzoj rastin në emrin tim dhe të familjes time të ju falenderoj secilin për ju që morët pjesë sot dhe ishit këtu bashkë me ne. Në këtë ditë zi e kujtese, u shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes Muçaj, të afërmëve, kolegëve dhe gjithë miqve që e deshën dhe e nderuan. Falenderoj me respekt familjen që ndau me ne një njeri të tillë të çmuar, që i dha arsimit
kulturës dhe hasit më të mirën e vetë. Kujtimi për Latif Salimuçajn do të mbetet i gjallë ndër breza, si frymëzim dhe amanet për të ecur me dinjitet në rrugën e dijes dhe të dashurisë për atë dheun.